Më bëni shumë pyetje çfarë kerri duna me ble. Ose cili kerr është më i mirë. Shumë është e thjesht, nuk po folmi për Bentley, Ferrari, Lamborghini, po folmi do kerrat që i kemi përditshmëri, domethënë që na duhen për me shku dikon e jo me dal një weekend me to, po që hecmi për ditë me to. Shumë kanë thënë që jo BMW-ja o baba, jo BMW-ja o kështu, jo ashtu. BMW-ja është veç me bo një foto me to, me la mirë, me hyp në cunga dhe me la në garasht. Mercedesi është për momentin është në top form. Nuk është që shka qenë për para nisha, po është në top form. BMW-n muj me krahasu me Renault. Renaulti aq ka arrit shumë, sa që shet motora ma shumë si BMW-ja e shumë marka tjera. Pro, Renaulti, për mendimin tem, e kalon BMW-n. Pse po thom e kalon BMW-n? I shet motor Opelit, i shet motor Nissanit, i shet motor Mercedesit, i shet motor shumë markave tjera. Pra motorin, po flas te motorin, nuk po flas te amortizeret, te karriket e këto tjera, edhe pse karriket e komfortin mrena e këto që i fola, i ka shtyhet Renaulti me një S-Class. S'po folme me BMW-ja, se BMW-ja është atje poshtë hala. Shtyhet me një S-Class opcionat që i ka. Kur e ka pas Renaulti, do më thënë opcionin me këthy rotet e mrama, Audia tash e ka qetë. Në kthese, do më thënë i kthen pak edhe rotet e mrama. Kur ka pas Renaulti masazh në karrika, as S-Class nuk e ka pas, BMW-ja hala nuk e ka. Do më thënë, Renaulti muj me thënë është maj mirë si BMW-ja, po neve na ka ngell në kryq që Renaulti zbën. Por që zbën është Peugeot-ja dhe Citroeni. Peugeot Citroen është e vërtet që zbojnë, po flas për do marka që nuk i kem, që i kem në jetën e përditshme, nuk po flas për Bentley, Ferrari, Lamborghini, ato atje që janë që na nuk i mrrim, ose që mujna me thanë kera për weekend. Pra, nëse doni me ble një kerr, ma mirë e bleni një Mercedes, pak më të lirë, se sa BMW-n e shtrenjt, edhe me mbo shok mu si mekanik. Ata që kanë BMW-ja, i kom krejt shok. Ata të Mercedes-ve nuk i njo.